Para se me folë për këtë fenomen shumë interesant, faleminderit shumë, jena më rrinë 46.000 akonti i vogël, prej që më është mbyll i akonti i madh. Faleminderit se cilët që ma bëni follow. Shkojmë. A është interesant një san që diaspora po vazhdon me kun ajo që i mal të gjitha këto farë festa, tradita, gjëra që i bojnë na për shembull Bajramin, me që është sot Bajram, jo për festojnë, po vizitat nga për njerëz, gatimi i këtyne ëmbëlsirave tradicionale, organizime të ndryshme të muzike, këtyne teatrale, kështu me radhë. Është interesant, Gjermania, Zvicra dhe Franca janë ma shumë shqiptarët ku vazhdojnë me majt një farë kulturë, një farë tradite të kohës ma hershme, kur njëjtën kohë shqiptarët në Kosovë, për shembull sot, kufini Shqipëri-Kosovë pyk se ty dalë mu largu kështë po shkojna në Shqipëri, po shkojna kështu dhe s'jena në shpe.